një tifozi të Tiranës apo një tifozi të Partizanit, po themi, është që dikush të identifikohet me një lojtar. Kush e ka këtë gjë? Tifozët e Partizanit nuk mendoj se e ka këtë gjë. Që me qenë më thonë tifozët e Partizanit se identifikohen në këto momente. Nuk ka një lojtar thua që tjetë Sigurisht, që tjetë promosur, tjetë rritur, edhe tjetë, po themi, po mos ishte ky globalizmi që lëviznin lojtarë sa nga një ekip te një tjetrën, ndoshta çdo 6 muaj se një vit mund të themi është tepër, atëherë ti nuk ke, po themi, një flamur në skuadër. Dhe kjo gjë i mungon të në këto momente, po themi, pasi i mungon të dyja skuadrave dhe deri më tani nuk mund të themi më që Partizani apo Tirana, domethënë që nuk është ky edhe rivalitet në, po themi, në identifikimin e lojtarëve të cilët janë rritur nga akademitë përkatëse. Dua di në derbi kush ka qenë lojtari më i vështirë që ka patur përballë. I vështirë Që të ka po. për nga ana cilësore ka qenë dhe skuadrat mirë në atë periudhë. E kam thënë edhe më përpara, nga Ekubani Partizani ishte diçka e veçantë. Ka ndodhur që të lutet edhe me Ola Inkën, edhe me Pejç, edhe me Balën, me Çikalleshin, po ai Ekubani ishte diçka ndryshe. Domethënë aty mbroi atë punë ça. Edhe Unë jam Benardi dhe këtë episod dhe të gjithë prodhimet tona të tjera i gjeni në kanalin tonë YouTube andale.al. Shkoni aty dhe bëni subscribe.